Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë e konsumoni qepën, por do befasoheni me atë që i shkakton zemrës dhe diabetit. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë në perimet në dietën tonë, por qepa fshet disa përfitime unike që ndoshta nuk i keni kuptuar. Ky përbërës i thjesht dhe i përditshëm mund të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj, duke ofruar përfitime të shumta duke filluar nga rritja e sistemit tuaj imunitar deri te forcimi i kockave tuaja. Por le të shohim me detaje përfitimet më të rëndësishme që qepa do t'i jap trupit tuaj sipas health.com. Ajo është mbushur me lëndë ushqyese. Qepa është një thesar i lëndëve ushqyese me kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Veçanërisht e pasur me vitaminën C. Qepa ndihmon në forcimin e sistemit imunitar dhe thithjes së ekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksioneve nervore, dhe gjitha kjo me pak kalori. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Ekspertët këshillojnë në përfshirjen e qepës në dietën tuaj duke patur kështu edhe një ndikim pozitiv të saj në organizmin tuaj, duke sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Ngrënia e qepës mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Vetitë e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore janë arsyet. Ato ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve dhe mbrojnë zemrën tuaj. Plus, ato ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, që do të thotë se zemra juaj punon më mirë dhe me më pak stres. Ato ndihmojnë në kontrollin e sheqerit në gjak. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund të jetë aleati juaj për të rregulluar nivelin e sheqerit në gjak. Disa përbërës të qepës, si quercetina, ndihmojnë në pankreasin dhe në zor të funksionojë më mirë duke kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak dhe duke mbështetur përthithjen e glukozës. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për forcimin e kockave. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe në forcimin e dëndësisë së kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e kockave. Qepët luftojnë bakteriet. Qepët dihet se kanë veti të forta antibakteriale. Komponentët që ato përmbajnë si quercetina janë veçanërisht oksidative të neutralizojnë bakteriet të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione në trup. Ato ndihmojnë me tretjen dhe shëndetin e zorëve. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, qepa është përgjigjja. Ato janë të mbushura me fibra dhe probiotik, të cilat janë thelbësore për funksionet e shëndetshme të zorëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Me ndihmën e këtyre probiotikëve, gjithashtu do të forconi imunitetin. Probiotikët janë thelbësor për funksionin e shëndetit të zorëve dhe rritjen e bakterieve të mira. Me ndihmën e këtyre probiotikëve forcohet tretja, reduktohet inflamacioni, forcohet sistemi imunitar dhe gjithashtu do të merrni përfitime të larta për organizmin tuaj. Siç e dini, qepa është një nga perimet më të mira ushqyese, të cilat do të furnizojnë trupin tuaj me bakterie të shëndetshme. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet. Përveç atyre që na sëmurin, ne kemi një ton me bakterie që jeton brenda nesh, që ndihmon trupin të qëndrojë i shëndetshëm. Qepët përmbajnë fibër probiotike, të cilat janë edhe element që bëjnë punën e tyre në zorrën tuaj. Ato mbajnë florën e zorëve të shëndetshme dhe rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët gjithashtu përmbajnë substanca që stimulojnë rritjen e elementëve ushqyes. Këto bakterie shtypin bakteriet që dëmtojnë zorët tuaja. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Janë bërë disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime kanë treguar se konsumi i qepës në mënyrë të rregullt zvogëlon ndjeshëm rrezikun e mpiksjes së gjakut. Për më tepër, padyshim që nuk ka kolesterol në qep, por ato shtojnë shumë shije. Pra është shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja se sa pak kri për shtesë. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak.
Ky studim tregoi se përfshirja e qepës tek personat që vuajnë nga diabeti do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të ndihmuar këta persona për të përmirësuar nivelin e shëndetit të tyre dhe për të mbajtur larg këto komplikacione. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, qepa cilësohet si një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriun, që renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe dobishme në trajtimin e problemeve kronike siç janë ato të diabetit tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionet e shëndetshme të hormoneve e të tjera. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zërie se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë sipas tyre. Qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime, në peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira të organizmit. Këshilla është që të hani qep të paktën një në ditë dhe të jetoni më mirë për të marrë përfitimet e tyre unike për organizmin tuaj. Qepa është një nga përbërësit kryesor të kuzhinës, që përdoret shumë për t'i dhënë shije ushqimit. Jo vetëm bën ushqimin e shijshëm, por edhe përmirëson shëndetin tonë. Në këtë video, sipas health.com, do të përfshijmë disa nga specifikat që qepa do të ofrojë në shëndetin tuaj. Qepa është një burim i pasur i vitaminave, mineraleve, antioksidantëve dhe elementëve të tjerë ushqyes të rëndësishëm si vitamina A, vitamina C, vitamina E, që janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të mbajtur larg sëmundjet e lëkurës. Këto vitamina ju mbrojnë nga efektet të dëmshme që rrezikojnë shëndetin tuaj. Antioksidantët në qep ndihmojnë në detoksifikimin e trupit duke larguar toksinat nga qarkullimi i gjakut. Kjo pastron lëkurën duke parandaluar kështu rrezikun e shfaqjes së ndonjë problemi të lëkurës. Komponentët si quercetina dhe fitokimikatet të tjera të pasur me squfur të pranishëm te qepa ndihmojnë në luftimin e dëmeve të radikaleve të lira për të vonuar kështu shenjat e plakjes. Qepa ka veti antibakteriale, antiseptike, antiinflamatore që ndihmon në uljen e inflamacionit. Përmbajtja e vitaminave, veçanërisht vitaminës C e pranishme te qepa, ndihmon në ushqimet e lëkurës duke i bërë ato të shëndetshme dhe me shkëlqim. Dhe në fakt, lëngu i qepës mund të ndihmojë në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës në buzë dhe në sipërfaqen e saj, duke sjellë kështu rezultate më të mira ushqyese për organizmin tuaj. Qepa ju lehtëson gjithashtu edhe dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qep, e mbani gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe vetit antiinflamatore dhe antibakteriale të qepës do të parandalojnë infeksionet. Ajo shëron djegjet e shkaktuara në kuzhinë dhe djegjet nga dielli. Qepa do të lehtësojë dhimbjen në çast dhe do të përshpejtojë procesin e shërimit pa lënë shenja. Ajo zbe shenjat e plagëve. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë tavën nga soba ose duke gatuar me tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me qep dhe jo vetëm që do të keni lehtësime, por do të keni edhe përmirësim të gjendjes suaj. Konsumi i qepës ndikon pozitivisht në organizmin tuaj duke u mbrojtur nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë në squfur minerale të cilat kanë veti antiinfektëse. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocideve të gjakut, shkaku kryesor i atakut në zemër. Konsumi i rregullt i qepëve gjithashtu do të ulë kolesterolin në gjak, gjë që është e rëndësishme edhe për shëndetin e zemrës suaj. Qepa për një lëkurë të bukur dhe me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurën tuaj do ta bëjë lëkurën të jetë më e shëndetshme duke parandaluar irritimet ose edhe puçrat e tyre. Ndaj përfshireni qepën vazhdimisht në dietën tuaj, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.